Përshëndetje gjithve. Jemi bashk. Veç një atë lidhemi. Përshëndetje gjithve. Jemi bashk vetëm pas pak sekondash. I dërgojmë ftesën Meridian Ramcaj. Ramcaj Mërbur. Dastara edhe fusim Liamin në pjesë parë. Shokun ton Lia Mandiaro. Përshëndetje gjithve njerëz. Përshëndetje. Jemi mirë. Po presim më konektu dhe të tjerët. Liamin e kena këtu. Përshëndetje Liam. Përshëndetje një jeni. Albertina. Je rahatu në salonin më të famshëm tash në Shqipëri, Vagonale. A je rahatu? A je sistemu? Pikërisht ju po ju prisha, sepse jam duke bër për Firat Bajramin, me që është edhe janë dhe festat e Bajramit. Fiter Bajrami. Firati është vllau i Fiterit. Është i vogël. Fiter Bajrami. S'ka lidhje, për pak se kena këshirë. Fiter Bajramit, po. Dhe i urojmë gjithë besimtarve një agjirim të lehtë deri më sot që kam pasur, dhe me këtë rast ne po bëjmë 50% ulje tek butik Vagoni. Perfekt. Follow Vagonin underline dhe keni gjëra fantastike. Vetëm për nesër është ky mave. Më mos tash më shih. Okej, të shohim nëse kemi Monika Ljubonjen, pasi Dasara gjithmonë është, kur ka trajma, gjithmonë është busy, nuk e di çka puna Dasarës. Jo, vetëm sot është një nga stilatat e... është e përsëritshme kjo pjesë. Meridian si ke qenë shpirt jam, që Vagon underline ale bëjmë këtu... Meridiani s'ka internet më duket. Pa tjetër, përshof, Meridian nuk dëgjohësh. Unë ju dëgjoj, gjithsesi. Unë po ju dëgjoj, një falënderim i veçantë shkon për Credo Ale, mikrobanka financiare e cila mundson kredi të shpejtë në afat rekord kohor për gjithë ju që keni dëshirë me shku në pushime ose me hap ndonjë biznes të vogël, mundeni mu drejtu në Credo Ale. Ja po ja dërgojmë ftesën prapë Meridianit. Gjithashtu mos harrojmë kemi edhe Wazer Lake Clinic. Lazar Rain njerëz, jam edhe unë protagonisti Lazar Rain. Po, mos harroni pra, kemi Credo Ale që ofron kredi të shpejta, banka mikrofinanciare që zgjidh problemet e juaja. Wazer Lake Clinic që kujdeset për pamjen dhe dukjen e juaj, që dukeni sa më bukur, dhe pas tjerash jo më pak e rëndësishme në këtë mes, por shumë e rëndësishme. Hepsin e kene, gjeni gjithandej tani ka fillu me shtrirje në tërë Shqipërinë, kështu që po vazhdojmë tutje, mos mi bezdisë edhe komentusë, bëni follow Heps, bëni follow Vagon underline Ale, Credo Ale edhe Wazer Lake Clinic. Okej, që ka do kjo javë, këtë ditë të kësa javë, Meridian? Unë me thënde nuk është se kam pa shumë, se është diferenca orës, po kam pa ca debate që kanë qenë të debatin sot Gjestit me Rozanën. Nuk e kuptova, do më thënë se u munonte tash Rozana, po mundohet me nxjerrë që Gjestin si manjak, si kur e ka nga smu, po që loj shumë për mua është loj shumë e dobët. Pra nuk prisja që Rozana të arriti deri këtu sa të marri vëmendjen duke thënë që me pe ti të pash, me folës, ndërkohë që ato janë ladhe në dush bashkë, ndërkohë që Gjestin e kanë marrë gocat e kanë fut në dush. Dhe diskutosh sot ti më pe poshtë, më pe lart, më duket lojë shumë e dobët. Pas tjera, isha të e pa, në ato momente isha të e pa live këtë debat, për pas që më duke e shtirur, më duk shumë jo organike, më duk shumë e ullët prej anës Rozanës, të mundu me nxjerr kimen vo, ne i themen vez, ju nuk e di e keni këtë shprehje, kimen vez, pasi që Rozana ka qenë ajo banorja që me Gjestin, dhe me doni ke kalu gjitha këto faza, qoftë janë la bashkë, kanë hongër bashkë, kanë pi bashkë, kanë kalu gjitha batutat bashkë, më mundu me ataku Gjestin për këtë pjesë, nuk po them që Gjesti është i përkryme dhe është ai role model i një lojtari ose një banori, por që në këtë fazë lojës gjithçka tash është e pritshme.
gara ka fillu mu bo ma e vështirë dhe ma egër çdo minutë, edhe jam drejt finales. Jam drejt finales, sot bëhet publike edhe data e finales, që besoj duhet jetë data 26, apo Meridian? Po 19 o 26. Unë besoj që do t'jetë data 26 prill, edhe ka me pas emocione, ka me pas dinamikat shumëta, së fund mish ato e pa një përplasje mes Eglit dhe Gjestit. Po mirë, a do na lesh dhe ne vlla ku I ke pik presje nga Rozana me dreqe shejtani a kpute I ke dole Maldajt. Po prit pra se a me gjitha të tash se kështu është kur futesh live me Arbërzekën. Ju jeni me Gjesti, po prit vlla se po Gjestin. Po sinqerisht në për live po ju thojnë shumë njerëz, po mos e prisni t'ja u them dhe unë që u bërët si fancat e Gjestit. Çi vini çik neutrale gjërat apo. O shpirti jam, unë kam me bëni ankesë direkt në Top Channel, pse më rrin Gjesti me break gjithkohës, nuk po duket e hishme. Po ore, ai e ka bërë ato që në fillim s'ka të bëj fare, po po s'po pëlqen më. Tema para se të kalosh ti ke Egli, ideja është shumë e thjeshtë. Mos t'i shohim gjërat neutrale. Dhe Gjesti nuk është pa gjëra, pra duke prek për familjen e për burrin e vet, andej këtej njëkohësisht edhe ajo që bëri Rozana nuk është e hishme se s'ka lezet. Tash e gjeti ajo u duk si një skenë përsëritur për shembull. Ajo që ndodhi Xhibanit kur filloi Big Brotheri, ajo që ndodhi Xhibanit po e bën tashti Rozana. Por edhe ai nuk është pa fajke kjo pjesë. Tash I vazhdo Arvi, futju. Asaj. Jo, prit një sekond. Me që the edhe ai nuk është pa faj, na tregu kush është faj. Pra, ideja ishte shumë e thjeshtë. Faj nuk tash se faj dhe ti vesh faj në debat njëris ose tjetrit nuk është e qartë. Jo, dëgjoj. Tash ti thua se ta them u falë Rozanës, kush është ngacmimi? Ngacmimet që I bën pse ke pranuar dushti? Jo, pse ke pranuar dushti? Pse e lan dush me Gjestin ti? Kur u lan, nuk e kam parë unë që është larë me Gjestin. U la para shumë, fillimet e para, ju la bashkë. Gjitha gocat e kanë marrë Gjestin, gjitha. E kanë fut si princin aty, si shek. Edhe këse të Gjesti kështu bënë. Po ti marrësh fje për pe Meridian, tash çdo gjë, edhe Gjesti aty. Ideja është të denigrosh në atë farë mënyrë, se tash edhe unë për shkakun që ma futën manjaku atje, manjaku këtu, po ça manjaku që I kam unë me në shtëpi, shive çao po bëhet aty mrena valla. Ore, Oliamo, jam dakord me ty, po një lojtare si Rozana që pretendon me fitu Bigun dhe duket vetja fort, nuk mund të kapësh ti në ditën 104, pse mpetri mu, me theti mu, më shifti mu, ke me ule syt poshtë, ule syt lart. Ndërkohë që Gjestin e ka marrit në prerë, po sikur ta shohim një çik ndryshe, mase e shoh unë ndryshe. Po sikur Rozana vetëm me Gjestin ndoqet kapet të jetë të dali çat dali nga situata, po të marr Gjestin me vete thot valla. Finale, kaq. Pse t'ja jap mundsinë Josit, pse t'ja jap mundsinë Xit ose tjetrit. Të paktën unë e di që ky, Po mirë, pse kush është Rozana që vendos ke me marr finale? A moj pak me folën se ma morët këtë pjesën. Edhe kjo pyetje bukur, nuk është se është një person që mbase e ka të sigurt finalen, siç e ka dhe Gjesti. Oliam, jemi drejt finales, mos haro dhe protagonistat aty edhe kush mund të jetë finale, ata kanë fillu me diktu, me nuhat. Kështu që Rozana Radi e din që Gjesti edhe Rozana janë potencialisht ata që finalin e kanë sigurt. Kështu që tash nuk është gara mo për finalist, tash është gara se kush do me fitu, edhe Rozana e din që në fund në qoftë se shkojnë finale kokë më kokë ka me ngell me Gjestin. Edhe që nga tash po fillon me përgatit terrenin me sulmu Gjestin e me nxjerr sa ma keq, që në fund me dal Gjesti jo fituesi kësaj i këtij edicioni, po që unë e kum thon paraprakisht dhe mendoj që me emërtimin e Gjestit si finalist, unë ai mendoj që ka goxha të sigurt fitore në këtë mes, pasi që e shoh që ka jep më shumë pak nga tjerët. Edhe pse Rozana është një lojtare shumë e fortë,
ka argumente jashtëzakonisht forta, po me raste në raport me Gjesi nuk po din ku mu kap. Këtu është dallimi. Nëse me Gertën ka pas argumente shumë të forta, me Gjesin po duhet mu ndeshë, mu përplas për gjana banale, tulta. Mbase Gertën si dhe Laerti, mbase I ka konsumuar ajo si debat. Jo, është çështje pak moshe, është çështje moshe dhe profili. Rozana e njeh më mirë Laertin edhe Gertën në raport me profesionet që gëzojnë. Më pak e njeh Gjesin. Gjesin Rozana e njeh nga Bigu. E njeh ideali që bën batuta, po nuk është se e njeh shumë mirë siç mundet me njoh Gertën edhe ka informata për Gertën ose çish ka informata për Laertin nga jashtë. Ktu qëndron ai hendeku që nuk e ka me Gjesin. Kështu që në këtë pikë lojës, unë menoj që tash kemi me pa gojja diskutime tash, pra të forta, sa që kanë me na plas sytë edhe... Apo të Po. Po them, qka s'kan me na pa sytë e qka s'kan me na dëgju vështë. Mos harroni kemi me pa një euforit madhe dhe një sulm prej Eglit, një sulm prej Danjes, tash më fundi. Se cili nga ta e dën një vend finale, se cili, mos harra. Egli me dojë mos e dënë finalen, për me shpërla figurën e vetë, me thonë që unë jem kon lojtare fort, për që Gjesi mund ka penalizu edhe ndërta pa maturia ime në emocionet sinqerta, po e kje edhe një Danja që ka ecë me një trajektore gëgjat mira, me një trajektore dhe me thonë që ka shku vishën ngritje. Nuk është u fut në për diskutime banale, ka rujt vetën shumë mirë, une o Eglin o Danjen e shumë finale me do e mosë. Në qoftë se Gerta, Rozana, Laerti dhe Gjesti janë potencialisht finalista, në 5 shesha o Eglin o Danjen. Meridian? është shpejt më të shohë mirë, sepse mund kena në surprizë sot me këto. Se dhe Aldo ashtu si urte but, vllai, po ecën. Edhe nuk e di pse më trembi çik mu ky Aldo. Fillu të u trem tash për Aldon, ku Liami e ka thënë këtu e 2 muaj përpara. Qa ke thonë ti për ku ke përmend e Aldon ti më? Po ti ke gjitha live në YouTube, më ku ke përmend e Aldon finalist? Shife. Jo, pas Gjibanit, me që doli Gjibani kam thënë, unë fus Aldon. Ku? Dhe fus Aldon ti. Mirë, me që në Shqipëri i ke mere sonde ke topi me që në Shqipëri, pra. I ke kështë mere, se sonde dhe jo dhe e foli më në fund këta. Lese do e flasim më vonë, po doli sot e ika, unë mora fund. Jo, këta e ke më shumë se të sigurt. Po biletën ka biletën e këthimi Italië se po shkuj njerëzit. Shka po, ju ndjek biletat, Meridian. Se mashtrojmi, prit ku se... Kur u doqen, më? Ju ndoqen në momentin... Lidon ato sa mashtron o Liam, o Lidon, po jo mi zemër se unë e kam thënë gjithmonë, në vënd të Gjibanit unë fus edhe në programe televiziv e kam thënë troq. Meridian, në vënd të Gjibanit unë fus Aldon. Ta o zamën në ty Liam Andjaro, përgëzoj për konsistencën, Liam, përgëzoj për konsistencën e vazhdushme që nuk je dërzu, edhe që s'ja ki qëllu asë një herë, ti prap ki vazhdu njejt, mu për shtat grësoj... As kam qëllu, më dha, qa nuk kam qëllu. As një herë s'ja ki qëllu, veç me një rast. Warbird! A di që li ka qenë rasti që ja ka qëllu, jo, dëgjëmne. Rasti që ja ka qëllu, konë kërë dalë Valbona, dhe mas i ka dalë, kjo ka tregu që ka me dalë Valbona. A Valbona ishë në studio. Ishtë dalë, do me thonë... Ola! Veç a i ka qenë rasti që ja ki qëllu, një herë dhe i vetëmi. Ja, shife. Mos më qërtoni, zotria juaj, tha, do iki sot, themon. Okej, Meridian, kënë është si ma të rezlikumë në këtë mes. Më falë, kërkoj ndjezja, s'polla pas ka qenë. Dëgjo, në qovë se, sepse problemi është varë si në analizon, në qovë se shofë për atë... Dëgjo, në qovë se unë shofë për dinamika, loje, për këthilësi dhe për argument, unë do kësha Lonaldon. Pastaj, në qovë se doni për galat, për meme dhe për budallikun e pa numër që bën është Jozi. Norsta Jozi e ka dhe Loredanën, e ka partner, është kjo që i ndihmon pak. E ka, po dëgjoj, problemi është që për menimin tim Loredana lu më mirë kur është pa Jozin dhe tregoj që luante më mirë dhe u fut në lojë kur doli Jozi. Pra nëse këto ditë do të më pa gallat me Loredanën, më mirë ta nxjerrin Jozin. E të vazhdoj tri Loredana, se mendoj se Loredana do shkojnë në finale, ja kështu urtë e but. Në fillim thoshin lajnë nxjerrni se kuptojmë, jo s'bën, jo s'kthen. Kështu që vazhdoj. Meridian është interesant si kur ma parë,
sikur në ka tradicionet më parë, nuk ka pas një garë kaq të fuqishme për me nxonë vendin e 5 në finaliste. E kemi edhe gjitha janë femna, pa përjashtim, se këtu përjashto Aldo Njozin, domethënë e ki një Egli Tako, e kini Danja edhe e kini Loredan. Që të trija fuqishëm, domethënë garojnë për me kap finalen. Urdhë. Po lexoj një komentar të lezetshëm të Xhanike ka goca. Okej. Po me dal Gerta thot. Ju jeni të bojë që të po me dal Gerta. Ja. Ha? Nuk e nxjerrin Unë e shoni kuti Pandore. Unë e shoni kuti Pandore. Po, vetëm ajo mund të sjellë surpriza, vetëm kutia Pandorës që mund t'ia japi Rozanës ose Xhesit mund të sjellë surpriza. Me pas ka avantazhin, nëse ndos sot kutia Pandorës, Meridian, Laerti e ka, Laerti direkt e çon në minim, Rozanën, Gertën edhe Xhesin. Inshallah, Edhe po interesant. Kam frikë se Rozane nuk e futaj se do vazhdoj ti qëndroj marrëveshje se ai ka bëj jashtë me Rozanën. Dhe jam i bindur që ato kanë marrëveshje po unë mendoj që do i qëndroj asaj që ka bëj jashtë, nuk do ta rrezikoj Rozanën ai. Jo, a di çka mendoj, që thotë në menoj se Laerti din me kon bipolar. Domethënë e pa me rastin e Valbonës, me atë që vendosi për zgjedhjen e tina, nëse do me vazhdu dyshe ose si një banor i vetëm. Atë ka bëj nga emocioni momentale ka bëj se ç'bë pishman si qeni. A do me tregu atë çka mendoj unë që bën Laerti? E fut Rozanën për mi dëshmu Xhesit edhe Kinse Gertës, cili nga këta është më i fortë. E kështu që kish me qenë ndoshta një nga televotimet më drejtëruese dhe goxha interesante për publikun, nëse shkojnë në nominim të Rozana, Laerti Xhesi ose Gerta, Laerti Rozana ose Rozana Laerti Xhesi. Më varësisht kjo kush mi pa këta një nominim. Kush e pa sot se sa interesant ishte diskutimi që bëri Xhesti me Jozin, kush arriti ta kuptoj. Xhesti sot arriti me marrë informacione, a është i pëlqyeshëm apo jo jashtë. Në mënyrë indirekte nga Jozi, kush e ka kuptu, kur i tha, po si mendon ti jemi ne nga jashtë, dhe më thonë si e shefti si mund dukemi duke qenë, sa e ka qenë jashtë edhe ka ardhë, edhe Jozi pastaj lotë smena dhe filloj t'y thonë, mirë, dab, e zhyti komplet. A filloj me kalzu, filloj me më rëfy, të prisi. Po filloj se ka ko që ka ju Jozi, i ka ngeli ngranazhi tani, edhe liru pak, edhe pastaj ndërhyri kujdes mikrofonin e u kthjellu Jozi pap që jemi këtu dhe një, po mesazhin e ka marrë, Xhesti e ka marrë mesazhin, e ka kuptu shumë mirë se sa i fortë është. Po Xhesti ka pas edhe indikacione të vazhdueshme. Edhe Egli normalisht kur ka ardhur mënyra se si Egli reagon e ndjen aty brenda. Ore po një pyetje kam unë për ju të dy ose më tepër për ty. Sa kuti Pandore i jepën në emision gjatë gjithë këtyre ditëve Meridian? 2, 3, 4 apo si? Jo, dëgjoj normalisht gjithë banorët duhet të kenë kuti Pandore. Po thuti kush e ka atë më po gjëmo kutia Pandorës, më mend mua ka filluar që kur kam hyrë në javën e dytë un kam pas kuti Pandore. Po unë mu më ra me gjithë shtëpi nominim. Më ra një kuti Pandore, më janë. Po pra, kështu që në fakt këtë radhë shumë pak kutia Pandore ka pas. Edhe më ka bo çuditshme. Po pra, ti çka ke special interesante? 3 kuti thot, me ncur janë 3 kuti thot, 3 copë. Jo, më jo se ja. Te un kam pas un. Ka pas Antonella Berishaj, ka pas Donaldi, ka pas Iliri, ka pas Angeli, ka pas Monika, kush ishte tje, ka pas Ariola Demiri, kanë pas shumë veta alla kuti Pandore, prandaj po them. Edhe dy se po shkojnë minuta, edhe 2 pika që të diskutojmë. Unë mendoj në qoftë se Rozana Radi ka kuti Pandore, edhe kjo kuti Pandore i përfshin 2 banora, atëherë ka me dërgu direkt në menjë Xhesin edhe Eglin. Unë këto e me bindë në s'ka njëri më botë ma herë. Dërsa unë mendoj që ai do fusi Gerta Gixharin, sepse më shumë shikon si rrezik Gertën e Xhesin se sa Eglin dhe Xhesin. Vallan Eglin, se që do mi eliminu këta si dyshe. Do mi eliminu, se e din që këta dy funksionojnë mirë bashkë edhe tërhekin vëmendje për publikut. Opinioni publik i pëlqen këto lloj dashuri çka të vogla, telenovela, kështu që do me eliminu njënin me çdo kusht. Ma let përballët vish me Xhestin vetëm se sa me pas aleat Xhesti Eglin gjatë gjithë kohës. Unë e mendoj këtë pjesë, edhe një temë tjetër, ky Gert Fera ka pjedh nga trut, apo realisht bën si. Po çka kemi në topa. Deklarata pa matura. Jo, deklarata pa matura, jo korrekte, edhe që nuk kanë pikën e etikës mrena. Vajza, goca huj, del edhe shpreh dashnin për 2 muaj rresht për Xhestin gjithë kohës,
dhe cili është qaj mashkull shqiptar që pranon me pas një lidhje paralele me eglin, duke i shpreh ajo ndjenjat për gestin. Domethënë nuk ekziston ky fenomen kur në botë. Domethënë me dalë ti më shpreh se egli ka të dashur jashtë. Vlla, ajo foto është që në verë, nëse egli ka pas diçka ka pas vjet në verë dhe nuk është tashiher. Ajo është foto e në plazh, kështu që nëse ka pas diçka me atë. Unë çka kisha bo me kon si produksioni për hir të korrektsisë, e kisha shfaq si deklaratën Prime, se lejo se ka thonë një banor i Big Brother që ka qenë këtë edicion, edhe me ajap mundësinë me komentu edhe me O Arbër, po nuk mund t'i japësh mundësi me komentu ti për një ishin tim që kam pasur para 7 muajsh, po është budallik. Në qoftë se portalet jo ja kanë jap këtë mundësi Kiara Titos. Jo, veç pak. Vetëm e ka hapa bere kot më kot. Oliam Andriaro, këtë mundësi ja kanë jap Kiara Titos. Edhe ajo ka pas mundësinë me pa gjitha tituj që janë fol për të, dashuri jashtë këtu me pranit Luizit, e marrin mend ta si detaj. Kështu që unë do ja kisha jap si mundësi edhe Eglit. Domethënë, secili prej nesh, pa përjashtim, secili njeri në botë ka pas edhe simpati edhe flirtime. Jo Bosilian, me këtë rreth. Nga vëmë ju Bosiliami me këtë rreth ashtu bosh, po. Flirtime jashtë edhe pse jo ja kisha jap mundësinë Eglit, jo me demasku Gert Ferën. Po realisht domethënë mos më jap më mundësi me fol Budalliqe se është aktor dhe ka. Qa duhet me demasku Gert Ferës tash s'po e kuptoj? Mi thon Gert Ferra në këtë moshë e ki, fillimisht lajmin duhesh me konfirmu mirë, me këshyrën kur u bo ajo para se me dal me hap gojën e me fol kot aty se do jap mundësi. Ty më buri dhe o deg. Domethënë ti thu o Arbër, ti thu ta rikthje deri në për portale, ha? Ti japi deri vëmendje me rikthje në për portale. Arbër shive Gert Ferra po shkruan. Mos futi çik do t'ja u shpjegoj. Ama Gert Ferrën këtu. Tullet ma... tullet ma bë followet e fusin, pa kum shefon e, unë jemi hapur, dhe më thonë liria fjallës dhe shprejës ka kufi, ka norma. Është vërtet, me nga perëndimi i më mirë këto liria fjallës. Lian Ferë nuk duhesh me tjetrin kur amrana dhe nuk e ka pa mundësin me të repliku edhe peshuzën që të mundësi me hedh deklarata pa lidhje. A pëden, nuk duhesh. E ka bërë për feedbackun e vet ajo vlla. Po nuk, o qëret kthehet Liamo, ti do shkosh do marrësh kredi tani te Kredu.al edhe çoca mesazhe për këtë dushti për ta çuar finale. Do shkoj marr kredin aty, po kur të vish ti vlla se më duhet me tërmend kredi për biznes. Bravo. Ja ku ke. Po bravo. Te Kredu.al se flokët ti çau Lazervin flokët ty. Me hongër colli hepsi nga Prishtina, në rregull në vagon ngele gjithë jetën. Gjithë jetën vagon ngele. Okej, kur disa dhurata i bogati, mos harroni njerëz, nesër janë 50% të gjitha produktet që kemi në vagon online. Vetëm ne dhe këtuar Bajramin gjithë me ju put nga durët edhe mball. E pe atë Balenciagën nga Miami këtu. E pash po i kishe bot gjithë me vagonin, nuk i bon e tak. Duro. Po se s'kam ik jam akoma në Miami o zemra, duro. Jam plash. Fusim pak e zona Rafunën, fusim pak e zona, je ready. Hajde ja shpëm një ftesë Exona, se komentojmë, kush del sonte, na japni mendim edhe Exona. Nuk hyn Exona, se po hyni Exona, unë nisa unë nga Miami për Prishtinë. Ball, mos të palidhje, ball se i ke bo do vjetë, ball, burri plak, rrit Miami atë. Pa, ajo ka qenë banorja preferume imja ke njëshë, njëri më i mirë që ka pas njëshë. Kom dritë, kom. Ajo ka qenë një nga njëzët më të mirë që ka pas Big Brother njëshë, Oliam. Pa diskutim. Fute rallës tjetër, se nuk Exona, prano ftesën, mos ma bërë reject, pranoj ftesën, pavarësisht ndoshta nuk je rregullu ma bën decline. Hajde se po të presim. Do e fusim me emër Zotit, do e fusim në live-in tjetër. Njerëz mos harroni urime festa Fitër Bajramit gjithëve, jo Tiferit, siç do dali Hami, Fitër Bajramit. Bëj çik pinë Exonën këtë 2 minuta që ta bëjnë çik follow njerëzit Exonën e Big Nishit, se është. Ja ku e ke. Bëj çik pinë. Po, bëne ping të, bravo, ja ku e kemi, bëjemi qik, bëjemi follow Exonën edhe do futut me neve me full ku pas kohë. Në kësene, follow krejt Exonën atë punë, dëgjën në që se bojnë 1000 follow, direkt tani për Exonën, do e kemi në live-at në vazhdim. Follow krejt bashk, urime gjithve, son të del përfundimisht, Aldo, Meridiani jamër? Smalaj Jozio.
Liam? Edhe unë për Jozin e kam bërë unë story në Arber, shqip story. Do e bëj tani me patjetër. I kam gjithë me dokumentume. Okej, mos harroni Hepsi është njëra nga markat edhe kompanitë më në shtrirjen më të madhe që të bënë në trojët shqiptare, follow dhe Hepsin. Që keni pyetje shpejt, i kemi 2 minuta kohë për pyetjeve me u përgjigj secili prej nesh, nga një pyetje. Përshëndesim me zonën. Njerëz, ju luta shpejt ka një pyetje, pyetjet më pikante deri në 21:15 do marrim përgjigje prej me Eliamit të Meridianit. Kush ka pyetje me një herë? Ju përgjigjemi shpejt. Për hajtë gjithve, për diskutimin, e komentuam para braket, tani Egli do me përfitu prej Gjesit, Gjesit do me përfitu prej Eglit, kjo lidhje kanë kuptu që është më se pëlqyer jashtë dhe kanë dëshirë me pa Eglin edhe Gjesin bashkë, që pse jo, po luajnë meshëm. Mu më duket si lëvizje e zgjut prej anës së dyve. Pyetja tjetër. Arber në zonën e shtimi radhës tjetër e kemi të pamundur këtë pjesë, se tani visa s'ka fillu. A e ka Egli Marnish, po flitet që ka qenë ishte instruktori i Eglit, që është ish i dashur, i thënë, është fol shumë, po që kanë dërgu foto që kanë pas pa vjetë ndërmi, po që nësi qa ka pas punash, qa ka, aktualisht s'ka një rikshu që kjo është kryesorja. Po tuna po pati për mund thoni se mund ka ngec. Pyetjet janë përgjithshme bal, nuk ka lidhje. Nuk e shoh, ka ngec. Atë vdesme me për ty ka ngec ty vet. S'poj me fol. Dëgjoj Arber. Hajde. Për këto që po na ndjekin, e dikush është më e bukur, nesër fillo Ferma VIP, që mendoj që do jetë një nga produksionet më të bukura si vjet edhe kjo, sepse ka goxha harmoni dhe mendoj se do jetë goxha interesante për ta ndjek. Pra, atë na kena me nxjerrë një story për bashkë këtë gjithë, edhe në qoftë edhe i 3 muaj e gjetë me çfarë do merrna. Hajde, kemi dëshirë na me komentu dhe Fermën VIP, kemi me hedhë një story për bashkë këtë gjithë, unë Dasara, Meridiani, Liami, Iliri, kush do që jemi pjesë e këtij paneli, nëse keni dëshirë me komentu në Fermën VIP, kemi me bënë një sondazh me po ose me jo dhe me vazhdu tutje. Pyetja e fundit, kush është në finale? Liam Andiaro, kjo pyetja për fund. Për këtë ty, jepe përgjigjen mendo mirë. Mendo mirë. E kam thënë që është Gerta, Rozana, Gjesti, Aldo dhe Danja. Dhe në fund fare, dyshja e fundit që do jenë si shpatull, si që kam qenë unë me Arbrin dhe fiton Rozana. Okej, me kë ishte shpatull? Se kuptu me emrin. Kam qenë me Arbrin, shpatull. Kush është Liamin këtë mes? Pra, Gjesti me Rozanën po them. Okej. Liamo, në qovë se bone të krasimi, mu duk si deja vu do e mori ky quni nga Kosova. Bravo! Në qovë se ke pas, ashtu qoftë. Allah ja bo Zotë që më ka po halal mu, edhe ti ki mësu prej me vitet në bashkëdim. Nuk është me rëndësi çmimi momental, po janë vitet që cilë shoqëria e përbashkët. Që sa i menë që mi e bo? Kure pa ta Leon Meridian për gjunaf ka qenë. Ju rujtë zotit gjithë, Palacin ke koma, Palacin. Vagon, underline, all, credo, Rujtë Klajfin do morin kredi, ka thonë Liami do marrë kredi të Credo Pikal. Ka seriosisht, Allah, unë nuk talem. O të kryme e kime Liam Andiaro. Ju rujtë zotit, shifemi pas pak, shifemi në